në pjesën e Durrësit, qytet, dhe pjesën e Kënetës, sepse janë ndryshime shumë esenciale midis njëra tjetrës. Ta nisim tek Durrësi, se tek Këneta e kam një ide, po pse Durrësi u përmbyt në atë farë feje? Durrësi u përmbyt sepse duke pasur 2 hidrovore. Po s'kan lidhje me hidrovorët. Po me kë ka lidhje? Por hidrovorët nuk kanë bëjt me Durrësin, më burr. S'po ngatrojnë, hidrovorët nuk kanë bëjt me Durrësin. Ujërat e Durrësit derdhen nëpërmjet 3 kolektorëve në det. Ujërat e Durrësit. Ndërsa ujërat e zeza, të cilat tani janë bashkuar me ujërat e bardha, dhe kjo është problem i debatueshëm sot sa duam, tërhiqen dhe shpihen në landfill. Por landfilli merr vetëm 10 deri në 50% të ujërave të zeza, sepse 50% dhe 90% derdhet ujërat e bardha. Dhe praktikisht Durrësi nuk ka punë fare me hidrovorin, prandaj mos i ngatrojmë. Pjesa poshtë, Këneta ka punë me hidrovorin. Durrësi ndodhet 6 metra mbi nivelin e detit, pikën më të ulët të tija. Ndërsa te stacioni i trenit është govat. Veliera është govat dhe i mbledh gjithë urat dhe i mban aty. Në Lezhë, te stadiumi është govat. Dhe kjo situatë e govatës... Në pamjet e Velierës në ndihmon regjia për treguar këtë govatën që u krijua. Govat, pra, po ti mos shko atje, shko te stacioni i trenit. Si ka mundësi? Te stacioni i trenit, sepse Veliera... Si bëhen këto projekte kështu? Nuk intrigon ndonjë gjë, ndërsa atje tek stacioni i trenit, në hyrje të Durrësit, ajo bllokon gjithë Durrësin. Dhe ajo që në 2002, në 2006 jam marrur posaçërisht me atë punë për ta zgjidhur atë problem. Dhe vazhdoi të mbetet dhe historikisht është mbetur ajo. Dhe po ta shikosh, ajo është pika. Në 2006 ka qenë një projekt në Durrës për të bërë këtë sistemin, i cili unë e denoncova si vjedhje për të vërtetës. Por më nuk po i futem kësaj pjese. Pra kush është Durrësi tani që ta ndajmë Durrësin nga Këneta? Nuk ka të bëjë Durrësi me hidrovoret fare. Ka të bëjë me faktin që tash Durrësi është rritur si qytet. Kapaciteti tubacioneve të tija tashme ka kaluar më standardin dhe nuk e mbajnë më dot, nuk ka të bëjë as me pusetat. As me pusetat ka të bëjë, sepse u hapën pusetat, ato që pretendojnë, që edhe pse janë me pakicë u hapën. Problemi është që kapaciteti përçuesi i tyre është dhe në Durrës, bashkimi ujërat e zeza me ujërat e bardha ka sjellë edhe një faktor tjetër, që është faktori i parë pastaj. Që ujërat e bardha, ato që bëjnë shkarkimin e shirave, duhet thënë, janë të bllokuar nga ndotjet organike që kanë patur ujërat e zeza. Tani dëgjoj shpesh që thonë pse nuk zhbllokohen. Nuk zhbllokohen. Se nuk mund të futet njëri në tub 80 që të bëj pastrim në ujërat e zeza, se të futet njëri në asnjë vend botës nuk bëhet gjë të tillë. Fakti është që këto janë një gjë të tillë. Dhe çka ndodh tani? Dhe çfarë ndodh, si zgjidhet kjo? Dhe çfarë ndodhi? Prurje parë i njomi këto, por njëkohësisht do u bllokua. Ndodhi shpëlarja, por kur ka ndodhur shpëlarja u bë përmbytja. Si zgjidhet tani? Durrësi është qyteti i jon i cili po paraqit probleme për shkak të pozicionit të vet, për të lartësisë, marrëdhënies time detin e tjera. Kërkon një vlerësim radikal të sistemit. Aty ka një qytet që është ndërtuar buz detet. Ka pra tani po them, jo vetëm kaq. Do zgjidhje radikale pra. Pra kërkon zgjidhje radikale. Dhe zgjidhje radikale në Durrës për mua është absolutisht e vështirë. Sepse do thuash ti? Qytet më të paurbanizuar se Durrësi me ndërhyrjet që janë bërë në 30 vjeç nuk gjen më tani. Qoftë do futesh në Durrës, nuk di ku të shkosh, përveç se 3 arterëve kryesore se po futen lagje mbeten për lagje. Dhe nëse ti do të bësh sistem kanalizimesh, duhet të bësh pronësime të tmerrshme. Dhe ky është problemi që tashmë ne do ta paguajmë atë lirinë tonë urbane. Ajo liria jonë urbane tani po jep efektet. Ajo liria urbane do t'i jap përjetësisht, po e them në zonën e Kënetës, po përjetësisht. Jo tani, po përjetësisht. Nëse ne flasim që do të përmbytet, është përmbytur, u them, do të përmbytet dhe më tej. Pse? Se nuk ka mekanizma teknike që ta zhbllokojnë në Kënetën, zotëri. Mekanizm, projekt teknik nuk ka. Nuk bën me hidrovore gjërat. Nuk bën me hidrovore. Për të mos thënë që sistemi kanalizimeve që do të përdoret në Kënetë do të jetë i gjithë me kanale sipërfaqësore, se në momentin kur ti fut tuba, të gjitha bllokohen sepse niveli i Kënetës është nga 0, ka dhe në zona që janë minus, deri në 1 metër nga niveli i detit. E të futesh tuba do të thotë që të futesh 1 metër në tokë, do të thotë të gjithë i ketë bllokuar. Ky fenomen ka ndodhur në Pogradec,
kur tentuan të fusin tubat ora zeza dhe u blokuan që të gjitha nga rera. Sepse ka i fenomen në këtë rast, që ti vërtet fut ujrat atje, po futet ujrat, mbetet organike tjera, cilat precipitojnë dhe të blokojnë kanalit dhe ti trovë që ke bërë. Dhe këneta do të menaxhohet për sa i përket shkarkimit vetëm me kanale. Se jemi dhe... I hap do të kanalet në atë sistem urban që është tani në kënet?